të nderuara deputete, të nderuar deputet, në sallë janë të pranishëm 106 deputet, konstatojmë se mund të vazhdojmë me seancën konstitutive. Në vazhdimin e seancës konstitutive më 1 maj 2025, në cilësi të kryesuesit të seancës konstitutive, kam propozuar që zgjedhja e kryetarit të kuvendit të bëhet me votim të fshehtë, si dhe kam propozuar formimin e komisionit për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit me nga një përfaqësues të secilit subjekt politik. Lëvizja vetëvendosje ka propozuar Hekuran Muratin, ndërsa partitë subjektet që nuk kanë propozuar kandidatin për komision janë Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Srpska Lista dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Social-Demokrate. LUS, Partinë Demokratike, që ta propozoj kandidatin për antar të Komisionit për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Nderuar kryesues, ju ftoj që përkundër presionit që e keni nga partia që i takoni, mos u bëni pjesë e shkeljes ligjore dhe kushtetuese. Ju lutem, nuk ka diskutime, nëse keni të propozoni kandidatin, nëse jo të atër detyrohem ta ndërpres. Mos e bëni cirk këtë kuvend qytetarëve të popullit vendit tonë. Mikrofonit ndalet. LUS, Partinë Demokratike Lidhjen Demokratike të Kosovës, që ta propozoj kandidatin për antar të komisionit. Nuk kanë propozim, atëherë LUS subjektin Srpska Lista, që ta propozoj kandidatin e vetë për antar të komisionit. Poštovani predsjedavajući, uvaženi poslanici, Srpska lista i dalje ima isti stav. Predlog koji ste dali nije u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine i mi nećemo dati kandidata ja znam da ste navikli u prethodne 4 godine da kršite sve propise, ali je došlo vreme da sa tim prestanete. LUS, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, që ta propozoj kandidatin për antar të komisionit. Nga grupi multietnik që kanë propozuar antar të komisionit janë Kosova Demokratik Tyrk Partisi Fidan Zhilta, Iniciativa e re Demokratike e Kosovës IRDK Elbert Krasniqi, Nova Demokratska Stranka Emilia Rexhepi, Za Slobodu, Pravdu i Opstanak Nenad Rashić, Koalicia Vakat Rasim Demiri, Partia Liberale Egjiptiane PLE Veton Berisha, Social-Demokratska Unia SDU Dud Balje, Partia e Shkallinjve për Integrim Artan Aslani, Jedinstvena Goranska Partija Adem Hoxha dhe Partia Rome e Bashkuar e Kosovës Albert Kinolli. LUS deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për?
Kush është kundër? Kush abstenon? Më duhet të arikujtoj se aktgjykimi i kushtetutës kundër ose për abstenim, po jo të mos votojnë, deputetët të mos votojnë. Kemi 54 vota për, kundër kemi 1 dhe nuk kemi asnjë abstenim. Atëherë obligohem që ta ndërpres seancën, sepse s'ka quorum dhe të shihemi të hënën në orën 10.